Unë mund t'ju thëmë pa hezitim se e ka qenë një pritje e madhe, ka qenë një gëzim i madh, jo vetëm për qarqet fetare, besimtare të shumë, po edhe për kulturën përgjithësi, kulturën shqiptare. Unë e majnë mend që në atë kohë të gjitha gazetat tona janë marrë me këte punë të vyrë të profesorit Feti, por ka pas edhe jashtë Kosovës, do më thonë ka shkru, nëse majnë men mirë Nini Beogradit, kanë shkru gazetat Islami, Sarajevo, Proporodi, Zemzemi, ka shkru si pas raportet që ka dërgu Muhamet Mufaku, profesori nderuar në bota arabe, kështu që vërtet ajo ka qenë për neve, ka qenë një shiharet shumë i mirë. Besimtarët e kanë pranu me ngroftësi dhe nuk ka pas vitrin, edhe ata që s'kanë marë, edhe ata që s'kanë pas libra, që nuk e ka ble ekzemplarën e Kuranit për ta vendosë në vitrinën e shtëpisë së tij modeste, kujtër që është botu në një ekzemplar mbija, po ka 10.000 kopje, kështu që ajo e ka sjell një gëzim, një shiharet shumë të madh për kohën.